Fenomeni i blerjes së votës nuk është vetëm në Shqipëri, edhe në Itali blihet vota me 50 euro. Duke parë si ka shkuar situata në Shqipëri, keni shumë të vështirë të vini në pushtet pa patur në një oligark nga mbrapa që mbështet. Për shembull, a do mendonit që të merrnit si mbështetës të fushatës tuaj një oligark si Gjergj Duca, i cili thotë unë jam më i madh se Arlit Gjori? Ne me oligarkët nuk na lidh asgjë. Jemi kundërta e tyre në karakter, në moral, në interesa politike. Dhe unë mendoj këtë tjetrën që e para një herë të fitosh në politik nuk është gjë e rëndësishme. Gjë e rëndësishme është të qëndrosh parimeve që ato të fitojnë, jo ti, po parimet e tua. Që do të thotë se nuk do bëjmë kur kompromis me të keqen për të avancuar personalisht në politikë. E dyta, unë kam besim që mënyra më efektive për të fituar është ajo që ti qëndron me besnikëri interesave shoqërore dhe aspiratave të tua dhe të shoqërisë. Kështu që unë kam shpresë se kjo rrugë që kemi nisur, që është rruga e së drejtës, ka për të na nxjerrë edhe fitimtar në fund procesit.